Përshëndetje me që dashër. Kjo video është kohë special për opozitën, sidomos PDK-n. PDK-n, AKN, EDK-n, po PDK-ja më shumë të sikur ata kënaqi çak kryeministrit edhe gjithë lëvizjeve dhe ndosje për gazin lotësjellës. E për parulla, për to çapadine që po asnjëherë nuk po tregojnë pse i ka bëu këto. Për çfarë arsye? Vetëm me akuza. Po kur shkoni me akuza, duhesh me ditë dhe me shpjegu pse. Jo me gënjë popullin, me thonë çfarë ka bëu kë. E me janë gjitë edhe çasi ka. Po, miq të dashur, shkojmë të dëgjojmë videon, shkojmë të dëgjojmë një analist për punën e gazit lotësjellës. Çfarë po thotë? Se ke prek një temë që përdoret në për gjitha studiot. Edhe unë e kisha pas dëshirë me dhoni një sqarim këtu që ti guzit. S'pedi kush është, po Vendin e Kosovës. Në çdo veprim, çdo aksion politik bëhet për një objektiv dhe për një motiv. Mos harrojmë të gjithë ata se gozi. Opozita kuptuat për çka? Çdo sen që bëhet në parlament është një objektiv. E që të objektivin, jo se keni kuptu kur. Apo e keni kuptu, e s'keni dashur me kuptu. Sepse ju ka pengu në gjep. Ju ka pengu në biznes. Ju ka pengu në shitje të Kosovës. Në dalje të Kosovës. Kjo është ajo arsyeja. Lotësjellës në kuvendin e Kosovës është përdur vetëm në momentin kur ka qenë në pyetje tërësia territoriale e shtetit e Kosovës. Nëse edhe A pe kuptoni? A e një prova kundërshtash? Se ju jeni ata që keni dash me bëu këto sene, e Albin Baba ju ka ndalu. Mrena mundësive gjithmonë. Plus, tash po përballet me pasojat juve, se ju ndryshtin i nalë. Shkëna? Sot vjen shprehje, mu cenu tërësia territoriale e shtetit e Kosovës, duhet përdoret gaz lotësjellës edhe më shumë, edhe prongat edhe. A peshe? Njëri që din, njëri që studion senet, njëri që i fol realitet, njëri që i mbron Kosovën, njëri që i mbron ligjin e Kosovës. Jo që i mbroni gjepat e juj. E shka bëhet me Kosovë, flaka i dalët. Sikur zoja Kosovës, njerë ka Kosovës, mu djek brishti, mu djek kretë Kosova. Asë një seni më të mirë, absolut. 5 pare ty për njepni për atë punë. Se mi pas donë, nuk shi dalë me deklarata, e me akuza, e me thonë ka gjumë më lëtov, ka bo këto, këtë të janë rana. A gaz do qësë po, se ka pa këtë bota, ka nësi po, ka pas me drejt. I ka gjumë policinë, pa tjetër i ka gjumë. I ka rrotullu kjerët e omnikut, po i ka rrotullu, a më për çka? Gjithmonë vjen pyetja për çka? Pse mëre ju këto ignoranta se kalzoni kur të? Se nesër ju pyesin familjar të ju, ka dalë babja, mamja, babgjysha, stërgjysha. Pse pas ka bëu këtu Albin Kurti, kryeministri jonë? Qa do i thoni? Qa do i rani? S'ke që mi thonë, do të mi ka zhu realitetin. Po vallaj se kena dash me nda Kosovën. Po vallaj se i kena pas bizniset në Atona Mitrovic. Bitcoinat. Këta që me foli për Bitcoina e din ata ku shën. S'po i thonë me emna se e din këtë dyjaja. Dhe njëni për tyne ka pranu edhe në parlament. Kështu që e normal që këta e në kundër, bëhen kundër. Kër e ka gjuhë gazin lotësjellës, kër e ka si aty kone edhe për gjykata speciale, e keni harru. Masa na ju e votut, krejt.
81 deputet. Plus i prit me ardhë shkijet për Beogradi, që zotni edhe me votu. Po mbi gjitha mi të shkojmë edhe pak. Duhet përdoret policia, duhet përdoret krejt. Integriteti dhe sovraniteti i vendit janë mbi të gjitha. Kjo ndryshon, kjo diçka tjetër. Nuk e ka përdor gozën Lëtësjellës atëherë VV-ja për me orën pushtet. A pe kuptoni jo o Ranca, o Dova Vergji, se këtë keni thonë që për pushtet e ka përdor. Vetëm me orën pushtet. Kjo është rranë e kullume. Unë i kom thonë ma herët, po tash me dëshmi. Që pas ka halar njerëz të mirë, sigur unë që thonë nuk i ka bo për me orën pushtet. Me mojt pushtetin. Nëse ju kujtohet mirë, edhe kur kanë qenë bisedimet në 2014. Kur po thom njerëz të mirë, e kam fjalën si analista, dhe mos keq kuptohemi ça. Në 2014 edhe kur i kanë ofruar pjesëmarrjen koalicionin e gjërë, VV-ja nuk ka pranu. Nuk ka pranu. Se ka qenë në Vlanë. Nuk ka pranu për me morë pjesë në pushtet në qeverisi. Do thot, tash që... A përse, jo, a kështë pranu, 1.000.000% që po. Kjo të regon që se ka pas qëllim për me morë pushtet. Por me mbrojt Kosovën, tokën e Kosovës. Me mbrojt pe gjykatës speciale ku jenë ata sot, atjet katërtit. E shumë e tjera. E Qakorri, e Mitrovica. Gozë Lëtësjellës në parlamentin e Kosovës asnjëherë nuk është hudhur për me morë pushtet dhe me morë pozitë qeverise. E vërtet dhe vetëm e vërtet, nuk ka tjetër. Kështu që opozit mos dilni me dezinformata se do ju smontojnë. Për besart ju një ka bënë dezinformata, ka me hi me lëmtu, në YouTube, në TikTok, në Facebook, e pa e smontu s'ka me lëmë. Me gjithë ta mishtë e mitë që po më njekon. Se për ditë po më shenojnë, po më qojnë vidje, po më japin material ma shumë. Miqë edhe juve, ju falendroj shumë nga zemra. Si për vite që më ndërgonit, si për shkrimin që më ndërgonit, si për gjdo sen që po boni mas meje, javdishëm për falimer. Zotë i rujt me gjithë familje. Ju përshëndes, misë të dashen, mire poshën, vizë radhës.